Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 75 vota pro projekt ligjin për paqen fiskale, pjesë e paketës fiskale për vitin 2026. Sipas qeverisë, paqja fiskale synon një marrëveshje vullnetare mes bizneseve dhe tatimeve për të rritur bashkëpunimin dhe për të ulur konfliktet. Ajo zbatohet për bizneset mbi 14 milion lek xhiro vjetore dhe parashikon një tatim pagimi për vlerën e shtuar në këmbim të më pak kontrolleve. Nisma ishte një nga premtimet e fushatës zgjedhore të Edi Ramës gjatë vitit 2025. E ndjekim. Në mandatin e 4 ne do të kemi një paqe fiskale të negociuar me biznesin. Një instrument i njohur që është në kohra shumë të vjetra dhe do t'i propozojmë biznesit që është në qershor një marrëveshje paqe të negociuar fiskale për një periudhë 3 vjeçare, ku 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Kjo është një paqe që nënkupton edhe fundin e çdo lloji inspektimi tek biznesi, të çdo lloj kontrolli dhe të çdo lloj minuti të harxuar për kontrolle, bazuar mbi një marrëveshje paqe. Shtyllat kryesore të paqes fiskale janë falja e detyrimeve të vjetra të taksave, skema e kompensimit me 10% për fermerët, rregullimi i parave kesh dhe futja e terminaleve POS, si dhe rikthimi i taksës prej 15% për sektorin IT. Por ligji ka ngjallur reagime të forta. Bashkimi Evropian, FMN dhe dhoma amerikane e tregtisë paralajmërojnë rrezik për disiplinën fiskale, konkurrencën e ndershme dhe pastrimin e parave. Ndërsa shumica parlamentare e sheh këtë nismë si një hap drejt normalizimit të marrëdhënieve midis shtetit dhe biznesit. Por a do ketë vërtet paqe mes shtetit dhe bizneseve, apo ky është një precedent i rrezikshëm? Për këtë do na flasin ekspertët. E vërteta është që qytetarët shqiptar, biznesi shqiptar, taksapaguesit shqiptar, por edhe institucionet financiare ndërkombëtare, sot nuk e dinë se kush është nismëtari, pra kush e inicoi këtë lëvizje të masë, këtë politikë fiskale. Ajo që mua dhe shumë tjerë na shqetëson është e para mungesa e transparencës. Do të thotë që kur ne merren politika të tilla, shpallen si dhe argumentet pro dhe kundër, dhe secila palë e interesuar merr sinjalet e duhura, do thot biznesi kupton çfarë duhet të bëj, dhe qytetarët po kështu shtrëngojnë rripin e këtë rast, sepse janë më pak para për arsimin, shëndetësinë e tjerë, dhe njëkohësisht të tjerët kuptojnë që kjo është një masë që merret një herë edhe hidhet Chelsea në det, thuhet, sepse për një gjenerat 20 apo 30 vite nuk përsëriten masa të tilla. Për fat keq, ky konsultim ka munguar. Paqja fiskale është prezantuar si mundësi për reforma, por edhe kritikuesit e konsiderojnë si instrument politik apo pazar me klientët e qeverisë. Nisur nga kjo, si mendoni se duhet të interpretohet koncepti i paqes fiskale? Shteti në thelbin e vet është një shtet fiskal. Pra funksionimi i shtetit varet nga aftësia e tij ta grambledhse. Por funksionet ta grambledhse të shtetit kanë dhe ndikim të madh në shoqëri, janë njëkohësisht edhe ndikim i fuqisë grupeve shoqërore. Në rastin e Shqipërisë, nëse shikojmë këtë politikë konkrete, pra mas konkrete që është marrë nga qeveria, mendimi im personal është që kemi të bëjmë me një rast tipik ku kapaciteti shtetëror i kufizuar sepse shteti nuk ka pasur fuqi që të impononte politikat e veta fiskale grupeve të fuqishme të interesit. Gjen një mishërim pikërisht pra mund të themi që është një dorëzim, thojza, i shtetit përballë grupeve të fuqishme të interesit. I kemi lënë në dorë individëve të përcaktojnë një marrëdhënie okulte, sepse mos publikimi i listës së bizneseve përfituese dhe mos publikimi i pritshmërive që të parave që do të mlidhen plus shtesë në buxhetin e shtetit, la hapur pikërisht këtë mundësi që individët të negocojnë, pra është një marrëveshje e mbyllur midis individësh, pa transparencën e duhur dhe që në thelb ushqen palishmërinë. Me këtë mas qeveria ka vendosur veten në anën e lobistëve, oligarkëve, sepse kush krijon evazion në këtë vend? Ata që tolerohen, kush janë bizneset që qëndrojnë mas të politikanëve dhe dikush që fiton disa mijëra euro në muaj,
fitim, janë 10 kompani të mëdha, të cilat kanë detyrime karshi shtetit, sepse evazion nuk e krijojnë shitësit e rrugës, nuk e krijojnë dyqanet e vogla të lagjeve, krijojnë pikërisht këto që kanë mbështetje politike e tjerë. A mund ta shpjegoni se si një instrument si paqja fiskale reflekton mënyrën se si shteti percepton dhe trajton detyrimet fiskale të qytetarëve? Në rastin e politikave fiskale të shtetit, kemi një projektim të fuqisë të grupeve ndryshme politike në shoqëri. Pra, para aspektit politik, politikat fiskale janë tregus i fuqisë së grupeve të ndryshme. Nëse kemi politika fiskale të cilat anojnë nga taksat indirekte, anojnë nga një aftësi e kufizuar fiskale, kjo tregon, është një tregus indirekt i fuqisë së grupeve të biznesit, sidomos të grupeve të mëdha të biznesit dhe dobësisë shtetit para tyre. Nëse do kishit mundësi të i rekomandoni qeverisë 3 masa konkrete për të përmirësuar këtë nismë, cilat do ishin këto? Unë personalisht jam kundër ndërmarrjes amnistive në tërësi. Po të ishte për mua, gjëja e parë fare duhen heq të gjitha lehtësirat fiskale që janë dhënë oligarkëve, që janë dhënë bizneseve të mëdha, që janë dhënë investitorëve strategjik. Heqja e lehtësirave do të ishte një mënyrë që e bën vendin më konkurrues. Së dyti, ka nevojë të kuptojmë që duhet të filtrojmë më mirë investimet e huaja. Kjo është pasha e vërtet, domethënë zbatimi i kuadrit ligjor, i kuadrit ligjor që mundson që gjithkush, çdo biznes dhe individ të gëzohet fruteve të mundit të djersës vet, kapitalit që avancon e të tjerë, është pikërisht pasha më dëshueshme dhe më rëndësishme se sa emra tërheqës, por që në thelb shëbejnë vetëm një grusht biznesmenësh, një grusht oligarkësh, një grusht lobistësh, një grusht politikanësh vendas dhe të huaj, dhe që në thelb nuk çojnë në shtimin e të mirave publike. Ka pasur akuza dhe në rastin e reformës aktuale fiskale. Akuza më e rëndë është ajo e pastrimit paras që ka qenë sistemi të futjes në sistem ose bërjes së saj me porosi nga grupe të caktuara. Por në kushtet e dobësisë shtetërore, në kushtet pra që thamë pak më përpara të një dobësie shtetit karshi grupeve të caktuara të interesit. Dhe kjo mund të interpretohet shumë thjesht, siç ka ndodhur në rastin e kësaj reforme, si një politik me porosi. Unë nuk besoj që mund të ketë paqe midis atyre që kontribojnë në tatime taksa dhe atyre që mbledhin kontributet e tatime taksa. Paqja më e madhe është me kriju mundësi që Shqipëri të mund të jetojnë shqiptarët që janë këtu dhe shqiptarët që kanë marrë rrugët e botës.